Lëreni çdo shpresë ju që hyni këtu, lasciate ogni speranza voi che entrate qui. Kjo ishte fraza e parë e Ferrit të Dante Alighieri. Jam përballë shtëpisë së njërit prej poetëve më të mëdhej të historisë së poezisë botërore dhe njëkohësisht një prej poetëve më të mëdhej italian, Dante Alighieri. Kjo është shtëpia ku ai lindi dhe ku krijoi komedinë hyjnore rreth 700 vjet më parë. Por për te të qenit thjesht një poezi, komedia hyjnore është një strukturë e plot e Ferrit. Sipas Dante Alighieri, Ferri përbëhej nga 9 radhë dhe ishte formë konike, qendra e tij ishte në pikën qendrore të botës, ndërsa koni ishte më i gjerë sipër. Në 9 radhët e Ferrit futeshin të gjithë njerëzit. Sipas Dante Alighieri kishte 2 forma të ndëshkimit. Një në proporcion me mëkatet që kishe bërë dhe një i dytë në formë krejtësisht të kundërt të mëkatit që ti kishe bërë. Por një gjë ishte sigurt, kushdo që hynte në ferr nuk shpëtonte kurrë. Dhe kjo ishte aksioma kryesore e tij. Rrethi më i tmerrshëm ishte ai i 9, rrethi i 9 ku shkonin tradhtarët. Sipas Dante Alighieri, tradhtarët nuk digjeshin në flak, nuk lëshonin ulërima. Ata ngrihinin në akull. Akulli sipas tij ishte më i tmerrshëm se sa zjarri dhe ata që ndëshkoheshin më shumë nga të gjithë ishin tradhtarët e dheut dhe tradhtarët e miqve. Kjo është pak a shumë komedia hyjnore e Dante Alighieri, njeriu që lindi në këtë kull dhe që ka bërë përshkrimin më të jashtëzakonshëm të Ferrit.